pagat, duhet pagu... Pse ishit paroga ndërkohë, gjithë? Gjithë paroga. Dhe punonim prapë? Punonim. Primë, atëherë kalova në pozicion e drejtori, nga 30 marsi i 97-ës, kalova drejtor i Ferrokromit, dhe mendova një plan, që të shkoj t'i morë rrogat në Tiranë. Dhe ku të shkoj? Dhe shkoj me një makinë, Tiranë, kjo e historinë vetë. Dhe i thëm një miku tim, një kolegu, që sot është një gjumë, një futbolist i Tiranës, komshiu im, një Sajmir Patushi. I thash, o Miro, do më japish makinën, se duhet t'ik dhe në Peshkopi. Nuk të regove, pëse? Nuk të regove, absolutisht, jo vetëm vetës. Dhe i thash, do t'ik dhe në Peshkopi. Pse mora Sajmirin? Se makinë e Sajmirit në atë kohë ishte një Benzibat, kishte targa libre. Edhe u do shkojmë në Peshkopi. Dhe u do të lejmë forestratën time, thash, për nëjë punë e gjë. Në mjes herët unë, të nesmen, iki për Tiranë. Me njerës ishe? Vetëm. Zdo të merje për si Po t'isha me njerës, do ishe eliminum. Këto harroje. Zdo me thënë? Eliminum do... Fizikisht. Fizikisht. Do ta merë një vesh përse. Do vritësh se për Do të merë për lekët. Lajmërove familja? Absolutisht. Po të regoj familjen kuj djetë. Asë vëllajt që ka pas. Do më thënë ike, undave me ta se djeta do vi. Se djeta do vi. Edhe shkova unë Tiranë. Parat në i mernim të Tirana bën rrugën në zogu i parë. Përgjegjës i bankës, deputeti i sotëm, Eduard Shalci. Dhe bona procedurat, se kisha kom qërë, për të morë parat. Edhe më thotë, Edi, kujtoj se unë të ashtë di qëj parat nga zogu i parë, të alë kromi Vasil Shanto. E ne i sa mu kështu thët, o edhe i sa shumë dhe i qenë mbret. Qëfar sa? Mbret, po. Ishin gjithsej 13,2 milion të reja, pra 132 milion lek të vjetra, 4 thas me para. 2 thas i lash në bagajin e benzit, 2 thas i futat e pasmeje. Ata t'i dhanë, thanë? Me dhanë, po. Ti e di që do bësh. A mund tha, pse ma të regove, më tha e. Masi kanë kalu leket makinë, ka të regu kjo, se ku do shkoj. A mund thanë, pse të regove, pse ma the, thot. Ne, thot, nga zogu i parë, tek pika jonë që kena në kombinat, i që me blinda, tha. Ndërsa ti, tha, me një benz, tha thjesht. Ishte rrugë e vjetër e Rudina. Nga Fushkruja, Thomon, Murës, prit, Mamurës, hika. Kur kalova Mamurësin, eqe, korrik, 3 korrik, i 97, ku kalova, vapet meshëm. Kur kalova Mamurësin, në venet ku ishte drejt, po mbote një makinë me drita. Pra, sa kalova Mamurësin lagja drita quëta, një me drita. Thash, u eliminova. Me kanë djek, u eliminova. Dhe jepsha makinën me shumë shpejtësi, për vetë faktin që, sinqerisht, me ndërgjegje më të lartë, që të vritëm tek vendet publike. Dhe kush ishte vend publike, ishte një shkollë në Zhej, ta i ujtë me sjufër, po ta ka rrugë e vjetër është. Thash të vritëm aty. Dhe, kur kalova ke shkolla, kur arrita ke shkolla, thash, ta në lë shpejtësin, të vritëm edhe monësën. Ai para kaloi mu, doli më tonë, dhe thash ishte korrik, kur erdi ky zbriti nga makine vetë, dhe unë e nalova rreth 15 metra mas ati, e shofun ato me një këmish, pa pistolet, pa si gjonë në dorë. Edhe më thotë, ore, si e mirë. Ta shumë e mbilla gjomin, se ishte vapë, e mbilla gjomin, që të pak në mos të vjeri, me më godit pak në aty, e mbilla pak gjomin, dhe i thash, më thotë, si e, si du, ore, kjo makinë, është e Sajmir Patushi. Po, i thash, e Sajmir. Në gjohë, tha, më falta se të kam ndjek më rapa, se gjithë mundës është Sajmiri. Po që halli ke, i thash, se më ke ndjek, me Sajmiri? Thotë, kam një hall familjar, kishte pas një rast vdekje në shtëpi, edhe dëqoj e fjalë në Burrel. I thash, ta që higa, qova lekët në Burrel, gjithë notës Rudina, ku parkoj makina, gjithë notën, së unë e parkoj të vjerë im në Burrel, kishte shtëpi private, edhe rria aty gjithë notën.
Se nuk tregova çka ka makina. Po, ri aty para makinës. Para makinës, gjithë natën kisha lekët. Të nesën mjes, qoha, dhe dalë aty të kafe ku pinim kafe dhe takoj ekonomisin e paga normave, një Petri Demiri, dhe i thash tira, si bëhet puna e Borgës më? E Martela, thamë, qëtë lupa Borga, ta s'puna. I thash, po ikim në uzinë, ikim bashkë në uzinë, thash. Po, tha, ikim. Me makinës e mirë të prapë, drejtë në uzinë. Kur nuk i tregova, se kanë qënë ca pikat rrezikshme atje, dhe kur arritëm në uzinë, i thash, Petrit, shkarkoj lekët, se ke lekët. Mu të shpena, a bilë gjithë. Në momenti kur njerëzit morën rrogat pas. Ishte gëzimi jashtëzakonshëm. Dhe kjo punë ka ndodhur deri shtator të vitit 97. Që i ka marrë rrogën vazhdimisht ky. Vazhdimisht. Vazhdimisht. Ama nuk e ditë njëri se kush. A ti nuk tregove? Jo. Po Shalsi çfarë tha? Shalsi. Shalsi për herën e parë. Më thotë mua, amon kur të arris në Burrel, do morish telefon, se s'kisha celular, s'kur gjona. Pastaj vazhdove me Shalsin përsëri vetë. Vazhdove me Shalsin, Shalsi e ditë. Ka qenë e tmeshme. Pa besoshme. Mendove ndonjëherë kështu siç mendojnë këta politikanët e sotshëm, këto lekët i kam që i kam? Asnjëherë, bile. Pse vërtet nuk mendoj? Sinqerisht thoja o zot shqyr që i mor, shqyr të faqe aty në njerëz. Një idealizëm i jashtëzakonshëm nuk kompitën. Ç'o ndodh? Po këta njerëz ishim ne. Po këta njerëz jemi tani. Pse kemi ndryshuar kaq shumë? Nuk e di. A mund ta ndërpres pak Elati? Shiko. Pjesa më e madhe e njerëzve mendoj unë janë idealistë ashtu siç thotë Elati, dhe siç tha edhe një shkodran që kishte gjetë 5.000-6.000 euro një turisti dhe i dërzojnë deg. Po tha, pse i dërzova? I dërzova, tha, se lekët e huaja tha janë haram për mua. Pra dhe ne atë kemi, unë kom pas gjithë jetën time, po dhe Elati, po dhe shumë të tjerë, që mallin e tjetrit mos e bëj për ontaten. Edhe ky është haram, kështu themi ne, se ne besojmë që është haram, nuk futet ajo, është për gjithë. Edhe këtë idealizëm mund dhe kënaqësi të jashtëzakonshme kur merrja lekët, dhe në funin e 97-s ti të arrijet mbi 18.000, 20.000